Bazat e HTML-s. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmban bazat e HTML-s me përmbajtje dhënia e tekstit, mediave, listat, tabelat, formular, si dhe sematika e gjuhës. Besoj t'ju pëlqej dhe për të mirë u shërbesh. Çfarë është HTML? HTML është shkurtesa për Hypertext Markup Language. HTML është gjuha standarde e shënjimit, anglisht. Markup për krijimin e faqeve web. HTML përshkruan strukturën e një faqeje web. HTML përbëhet nga një varg elementësh. Elementet HTML i tregojnë shfletuesit se si ta shfaq përmbajtjen. Elementet HTML etiketojnë pjesë të përmbajtjes si ky është një titull, ky është një paragraf, ky është një link, etj. Si të krijoni një faqe web? Një, hapni editorin e kodit për shembull. Notepad, VS Code, Sublime Text, etj. Windows 8 ose më të rinj, hapni Start Screen, simboli i dritares në fund majtas në ekranin tuaj. Shkruani Notepad. Windows 7 ose më herët, hapni Start Programs Accessories Notepad. Tre, ruani faqen me prapashtesën HTML ose HTML. Hapni failin e krijuar në shfletues web dhe kontrolloni pamjen e faqes. Qëllimi i një shfletuesi webi Chrome, Edge, Firefox, Safari, etj. Është të lexojë dokumentet HTML dhe t'i shfaq ato në mënyrë korrekte. Shpjegimi i shembullit dhe struktura HTML. Doktype HTML përcakton që ky dokument është një dokument HTML5. Elementi HTML është elementi rrënjësor i një faqeje. Elementi head përmban informacion meta rreth faqes HTML. Elementi title specifikon një titull për faqen HTML i cili shfaqet në shiritin e titullit të shfletuesit ose në tabin e faqes. Elementi body definon trupin e dokumentit dhe është një kontejner për të gjitha përmbajtjet e dukshme, siç janë titujt, paragrafët, imazhet, hiperlidhjet, tabelat, listat, etj. Elementi H1 përcakton një titull të madh. Elementi P përcakton një paragraf. Shënim, përmbajtja brenda seksionit body do të shfaqet në një shfletues. Përmbajtja brenda elementit title do të shfaqet në shiritin e titullit të shfletuesit ose në tabin e faqes. Veglat për shikimin e kodit HTML. Faqja mund të shihet në shfletuesin, browserin, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Safari. Është lehtë të shihet faili HTML në cilën do web faqe, kodin CSS dhe skriptet JavaScript duke përdorur browserin. Shiqimi i kodit të faqes HTML. Elementi head. Elementi HTML head përmban meta të dhëna dhe nuk shfaqen. Ky element ndodhet ndërmjet etiketave HTML dhe body. Figura tregon tagu meta, title dhe meta. Title përcakton titullin e dokumentit që do të shfaqet në tabin e shfletuesit të internetit. Meta mund të përdoret për të përcaktuar një bashkësi karakteresh si dhe informacione të tjerë të dokumentit HTML. Komenti. Një opsion shtes ju lejon të shënoni koment në X. HTML është tag tekst e që nuk do të shihet në vizualizimin e dokumentit. Tagu i përdorur është. Për shembull. Çfarë është një element HTML? Një element HTML definohet nga një tag fillimi, pak përmbajtje dhe një tag mbarimi. Emri tagut përmbajtja shkon këtu emri tagu. Elementi HTML është gjithçka nga tagu i fillimit deri te tagu i mbarimit. Tagjet, tags, etiketa.
Shumica e tagjeve vinë në çifte, një tag u hapës, tag dhe një tag mbyllës, tag. Përmbajtja vendoset midis tyre. Identifikatori emri tagut përcakton se cili është element i HTML. Atributet. Elementet HTML mund të kenë atribute. Atributet ofrojnë informacion shtesë për tagjet. Atributet janë gjithmonë të specifikuara tagut të hapur. Atributet shkruhen në një çift emër vlerë si name value. Atributi href përcakton adresën e lidhjes së shkruar brenda tagut. Për shembull, shkrimi i tekstit, formatizimi. Webfaqet zakonisht përmbajnë shumë tekst, për shembull, përmbajtja e paragrafëve, domethënë elementet zakonisht përbëhen ekskluzivisht nga teksti, ndoshta me disa imazhe dhe lidhje. Pjesët kryesore të atij teksti përdoren për të specifikuar titujt, ku H1 është titulli i nivelit më të lartë ndërsa H6 niveli më të ulët. Shërben për specifikimin e paragrafit. Përdoret për të kaluar në rreshtin tjetër. Përdoret për të futur tekst të paraformatuar. Tagjet e formatimit të tekstit. Elementet e formatimit janë krijuar për të shfaqur lloje të veçanta teksti. Shembuj, formatimi i tekstit. Tabela e mëposhtme tregon tagjet përkatëse si dhe rezultatet e zbatimit të tyre. Paragraf. Teksti ndahet në tërsi logjike. Tërsit bazë në HTML janë paragrafi dhe parcializimi. Paragrafi ose pasuesi i ri jepet me tagun P. Ky tag e ndan tekstin me distancë ndërmjet rreshtave. Në fund të paragrafit rekomandohet që të futet tagu për fund, por s'është e domosdoshme. Kalimi në rreshtit të ri bër. Në rast se është e nevojshme brenda paragrafit të filloni një tekst në një rreshti tjetër, pa hapësirë shtesë midis rreshtit dhe pjesës tjetër të tekstit, përdoret elementi për kalim në rreshtit të ri bër, anglisht break row. Elementit bër nuk ka shenjën për fund. Teksti i paraformuar, tag pre. Teksti i paraformatizuar ndërmjet pre dhe pre. Ruan kalimin në rresht të ri dhe shenjat blanko. Fontin me gjerësi fikse, Courier. I mire për shfaqjen e kodit të programit. Në rast se doni të mbani një numër të madh hapësirash në një tekst për shkak të përdorimin të papërshtatshëm e karaktereve HTML të veçantë, ose të dëshironi të paraqitni tekstin me njëjtin format, për shembull, si ai dokumentit në ordër nga i cili është kopjuar, mund të përdoret teksti i paraformatuar. Shembull, tag pre. Elementet semantik strong M blockuote e cite ABC. Tagjet përdoren gjithashtu në kombinim me tagun P. Elementi semantik M. Tag AB shkurtesa akronim. Tagu AB përcakton një shkurtim ose një akronim, si HTML, SS, R, DR, ASAP, ATM e tjerë. Një shkurtim shënohet si më poshtë. Citatet. Tagu bllokuote specifikon një seksion që citohet nga një burim tjetër. Shfletuesit zakonisht dëmbëzojnë indent elementet bllokuot. Ndryshimet e përmbajtjes. Elementi S tregon që diçka nuk është më e vërtet ose e rëndësishme, por që ajo nuk duhet të fshihet nga faqja web. Në faqen web kjo është përmbajtja me vi përmesi. Rasti më i zakonshëm i përdorimit çmimit të produkteve para zbritjes. Vija horizontale HR. Tagu HR përcakton një ndërprerje, ndarje tematike në një faqe HTML, për shembull, një zhvendosje teme. Elementi HR shfaqet më shpesh si një vijë horizontale që përdoret për të ndarë përmbajtjen ose për të përcaktuar një ndryshim në një faqe HTML. Si dhe elementi për të kaluar në një rresht të ri, elementi i vijës horizontale gjithashtu nuk ka shenjën pëmbarim, por përdoret vetëm HR. Fjala është për blok element, që do të thotë se vija horizontale gjithmonë do të vendoset në një rresht të veçantë.
Ndarja e tagjeve. Për tagjet e thjeshta përdoren për të përshkruar elemente të një strukture logjike në HTML janë të formës, dhe nuk kanë tag mbyllës për shembull, doktype, bër, hërth e tjerë. Tagjet e përbërë janë klapa të formës që përshkruajnë pamjen e elementit të tekstit, pra shkruhen në çift, ku tagu mbyllës paraqet tagun me simbolin slash dhe paraqet fundin e komandës. Është e mundshme të përdoren atributet brenda një tag me të cilët ndahen disa vlera. Stilet HTML. Çdo element HTML ka stilin e vet të paracaktuar, sfondi është i bardhë, shkronjat janë të zeza. Ndryshimi i stilit të paracaktuar në HTML bëhet duke përdorur atributin style. Stili HTML ka të vetin sintaks, stylet, property, value. Property është property CSS, value është vlera CSS. Shembull i përdorimit të stileve në HTML. 16 ngjyrat në HTML. Fontet në HTML. Dikur përdorej etiketa font, por tani CSS është mënyra moderne për të stiluar fontet në HTML. Në versionet e hershme të HTML, etiketa font përdorej për të kontrolluar pamjen e tekstit, duke përfshirë llojin e fontit, madhësinë dhe ngjyrën. Megjithatë, ky tag tani konsiderohet i vjetëruar dhe nuk mbështetet në HTML5. Praktika moderne e zhvillimit të webit mbështetet në castading style sheets CSS për të gjitha nevojat e stilimit, përfshirë edhe manipulimin e fonteve. Font family property, veçoria e familjes së shkronjave, përdoret për të përcaktuar fontin e elementit HTML. Font size property, vetja e madhësisë së shkronjave, përdoret për të përcaktuar madhësinë e tekstit të elementit HTML. Font align property, vetja font align, përdoret për të përcaktuar shtrirjen horizontale të tekstit. Font e CSS font family. Atributi CSS font family përcakton fontin që do të përdoret për një element HTML. Mund të specifikohen disa lloje të shkronjave në alternativë, një nga një, duke i ndarë ato me. Nëse vizitori i faqeve nuk posedon në kompjuterin e tij të instaluar fontin e parë nga lista, ai do të shfaq fontin tjetër i cila është në atë listë e tjerë. Atributi style HTML përdoret për të shtuar stile në një element, si ngjyra, fonti, madhësia dhe më shumë. Shenjat speciale. Secili prej karaktereve speciale mund të shkruhet në një dokument HTML në dy mënyra, duke përdorur një kod alfanumerik ose një kod numerik. Tabela. Shenjat speciale në HTML në gjuhën shqipe. Grupimi i elementeve. Në HTML div dhe span janë elemente të përdorura për të grupuar dhe strukturuar përmbajtjen, por ato kanë dallime themelore në mënyrën se si funksionojnë dhe për çfarë përdoren. Bloqet fillojnë dhe mbarojnë me rreshtë të ri, që ne kemi parë tashmë për shumë elemente H1, P, ul. Elementet në një rresht që nuk mbarojnë në rresht të ri, B, A, I mag. Karakteristikat kryesore. Element i nivelit të bllokut. Fillon në një rresht të ri. Zgjerësinë e plot të disponueshme mund të ndryshohet me CSS. Nuk ka ndikim vizual në vetvete pa u stiluar me CSS. Përdoret për grupimin e seksioneve më të mëdha. Shembull i përdorimit të div. Div, division element ndarës. Për kufizimi, etiketa div është një element kontejner i nivelit të bllokut, block level. Kjo do të thotë se ai normalisht fillon në një rresht të ri dhe zë të gjithë gjerësinë e disponueshme të prindit të tij. Shëllimi. Përdoret për të grupuar seksione më të mëdha të përmbajtjes ose elemente të tjera HTML për qëllime stilimi me CSS ose manipulimi me JavaScript. Shpesh përdoret për të krijuar layoutin paraqitjen e një faqeje webi, si për shembull, për të definuar kokën header, përmbajtjen kryesore, main content, shiritin anësor, sidebar ose fundin e faqes footer. Megjithse për këto qëllime tani preferohen elementet semantike të HTML5 si header, main, aside dhe footer. Shembull i përdorimit të span. Span element shtrirës. Për kufizimi, etiketa span është një element kontejner i nivelit të linjës inline level. Kjo do të thotë se ai nuk fillon në një rresht të ri dhe zë vetëm aq gjerësi sa është e nevojshme për përmbajtjen e tij. Rqëllimi. Përdoret për të grupuar pjesë më të vogla të tekstit ose elemente të tjera brenda një linje, zakonisht për të aplikuar stile specifike,
për shembull, ngjyrë, font në atë pjesë ose për ta targetuar me JavaScript pa prishur rrjedhën e përmbajtjes. Karakteristika kryesore. Element i nivelit të linjës. Nuk fillon në një rresht të ri. Zë vetëm gjerësinë e nevojshme për përmbajtjen e tij. Përdoret për të stiluar ose manipuluar pjesë të vogla të tekstit ose elementeve brenda një bloku më të madh. Listat HTML. Listat HTML lejojnë zhvilluesit e webit të grupojnë një grup artikujsh të lidhur në lista. Nocioni i listave. Listat në gjuhën XHTML përdoren kur specifikojmë disa elemente në një rend të caktuar. Ekzistojnë jo numëruese, numëruse, listë e definicioneve. Dallimi themelor. Për listat e numëruara para elementeve individuale të listës përmbajnë numra rendor ose shkronja. Te lista e pa numëruara paraqiten simbole të veçanta, pika, rreth, katror. Listat renditura numëruara përdorin tag all ordered list dhe lista pa renditur tagun all anglisht. Unordered list. Elementet e veçantë të listës përcaktohen duke me ndihmën e tagit li. Lexuesi si të nënkuptuar do të shfaq pikën e plot të zezë para secilit element. Struktura e përgjithshme të listat e pa numëruara është all unordered list. Struktura e përgjithshme të listat e numëruara është all ordered list. Listat e ndërthuara. Listat e ndërthuara mund të jenë të rendituara ose të parregulluara. Ato krijohen duke futur tagjet e listave të vendosura brenda një bashkësie tagjeve startuese dhe përfundimtare të një liste të jashtme. Listat e definicioneve. Një listë përshkrimi është një listë termash me një përshkrim të secilit term. Tagu DL përcakton listën e definicionit, tagu DT përcakton termin emrin dhe tagu DD përshkruan çdo term. Struktura e përgjithshme është shembull, listat e definicioneve. Linqet. Lidhjet midis faqeve të ndryshme quhen linqe ose hyperlinks. Kur lëvizni miun mbi një lidhje, shigjeta e miut do të kthehet në një dorë të vogël. Linqet mundësojnë kalimin nga një vend në faqe në vendin tjetrin brenda të njëjtës faqe ose nga një faqe e jon në faqen ton tjetër, link intern brenda sajtit ton ose nga njëra prej faqeve tona në faqen e tjetër të huaj, link ekstern në server tjetër. Linqet HTML. Tagu definon një link ose hiperlidhje. Një link mund të jetë një fjalë, një grup fjalësh ose një imazh të cilit mund të klikoni dhe të kaloni në një pozicion të caktuar. Destinacioni në të cilin kalohet e përcakton atributi. Shembull, ky shembull tregon se si të krijoni një lidhje me SHPTK. Hapet një faqe re në të njëjtën dritare. Për të hapur faqen e kërkuar në një dritare të re në shfletues, shtoni vetëm target blank. Linku gjithashtu mund të çojë në një faqe lokale, e cila është një link relativ. Figura, shembull i linkut lokal që çon në një faqe tjetër faqe HTML. Ngjyra e paracaktuar e linkut. Në të gjithë shfletuesit e webit, janë të nënkuptuara ngjyrat e mëposhtme të linkut. Linqet e pavizituar, unvisited link është nënvizuar dhe ka ngjyrë blu. Linku i vizituar, visited link është nënvizuar dhe është me ngjyrë vjollc. Link aktive, active link është nënvizuar dhe është ngjyrë kuqe. Faqja në të cilën kalojmë, përveç që i përket të njëjtit një aplikacion në internet, në rastin e përgjithshëm nuk është e thanur që fizikisht të ndodhet në të njëjtin folder me faqen nga e cila kërcejmë. Për shembull, dëshirohet që të ndahet aplikacioni në më shumë entitetet, tërësi, logjike dhe faqet e secilit entitet që duhet të jenë të vendosura në direktoriume të ndryshme. Ekzistojnë dy zgjidhje për këtë problem, e kjo është puna me shteg absolute dhe shteg relativ.
Shtegu absolut. Përdorimi i shtigjeve absolute nënkupton në atributin href, specifikohet rruga e plot e faqes të pozicionit përfundimtar. Për shembull, kjo mënyrë nuk është e mirë, sepse në rastin e përgjithshëm në kohën e shkrimit të kodit vendi në serverin nuk dihet i sakt ku do të vendoset aplikacioni, pra edhe shtegu deri në faqe. Shtegu relativ. Përdorimi i shtigjeve relative është shumë e përshtatshme sepse bazohet në lëvizje në lidhje me direktoriumin e faqeve që kërcejmë, me direktoriumit e faqes me pozicionin e fillimit. Le të përmbajnë folderët faqet. Për faqen një HTML, adresa relative të faqeve janë. Për faqen 3 HTML, adresat relative të faqeve janë. Për faqen 4 HTML, adresat relative të faqeve janë. Bërja e bookmarks, kërcimi në një pjesë të faqes HTML. Nëse duam të kërcejmë brenda të njëjtës faqe HTML, nevojitet të definojmë një pozicion nga ku kërcejmë dhe pozicionin ku kërcejmë. Një shembull mund të duhet ta bëjmë një link i cili kthen përdoruesin në krye të faqes. Për këtë lloj linku, së pari krijohet një etiket në vendin faqes, ku është pozicioni përfundimtar i kërcimit. Etiketa fitohet duke përdorur atributin id ose name në tagun A. Shënimi i vendit në të cilin kalojnë. Atributi id name është opsional, nëse hiqet, lexuesi pozicionohet në krye të faqes me pozicionin përfundimtar, përndryshe në pozicionin e caktuar. Në pozicionin e fillimit jepet tagu me emrin e pozicionit përfundimtar. Në pozicionin përfundimtar jepet tagu që përcakton emri i pozicionit përfundimtar. Shembull, link në të njëjtën faqe. Nëse pozicioni përfundimtar është në një faqe tjetër. Nëse dëshirohet të vendoset lidhja me ndonjë faqe tjetër, por jo me fillim të asaj faqe, por për në një pjesë specifike të asaj faqe, duhet të përdoret emri i faqes të etiketuar dhe vendi i pozicionit përfundimtar tek i cili kalohet. Figura si link. Në vend të tekstit që mund të jetë link, mund të vendoset edhe tag imag brenda tagut A. Gjithashtu lexuesi automatikisht tregon kornizën rreth figurës e cila paraqet link me ngjyrën që është e definuar përmes atributet link dhe të vlink në kuadër të tagut body. Në mënyrë që të fitohet një imazh pa një kornizë të tillë, është e nevojshme definomi border 0 në tagun imag. Shembull. Link për email. Përveç shkuarjes në një sajt tjetër, linqet mund të përdoren edhe për të shkruar një email të ri duke përdorur një program me email, Outlook, Gmail. Kur krijoni një mesazh të ri, ai do të shkruhet adresa e dëshiruar dhe përdoruesit i duhet vetëm ta tekstin e mesazhit dhe ta dërgon. Krijimi i linqeve HTML jashtë serverit. Lidhjet HTML krijohen duke përdorur tagun anchor me atributin href. Për të bërë një lidhje jashtë serverit, thjesht duhet të sigurohesh që atributi href të përmbajë një rrëllë uniform resource lokator, të plot dhe absolute, e cila përfshin emrin e domajnit të serverit tjetër. Shtimi përmbajtjeve. Si rregull, web faqet nuk janë vetëm tekst, por përmbajnë multimedia të ndryshme. Më parë, vetëm imazhet mund të futeshin në faqe, por gjuha HTML5 e solli mundësinë për të futur audio dhe video incizime. Imazhet mund të përmirësojnë dizajnin dhe pamjen e një web faqe. Formatet e imazheve. IPEG 16 milion ngjyra, fajlat janë efikas të komprimuar. G 256 ngjyra, transparencë dhe G i animuar. Prega është një format që mbështet transparencën, qoftë në një pjesë të imazhit, transparencë e plotë e disave pjesë, ose në të gjithë figurën. Ashtu si G kërkon shumë pak hapësirë në disk. Shpeshherë përdoret për butona dhe imazhe të thjeshta, dhe duke qenë se lejon edhe gradimin e transparencës, është një format shumë i popularizuar për shfaqjen e hijeve të disa elementeve në web. SVG është një format më i ri grafik që lejon publikimi i imazheve në formatin vektor. Formati vektor ju lejon të zmadhoni grafika pa asnjë humbje të cilësisë. Ky është një format më i ri, kështu qoftë mund të ndodhë që një shfletues individual jo mbështet. Sintaksa e imazheve HTML. Tagu HTML imag përdoret për të futur një imazh në një web faqe. Teknikisht, imazhet nuk futen në një web faqe. Imazhet janë të lidhura me web faqe. Tagu imag krijon një hapësirë mbajtëse për imazhin e referuar.
Tagu imag është i zbrazët, përmban vetëm atribute dhe nuk ka tag mbyllës. Tagu imag ka dy atribute të kërkuara. SC përcakton rrugën drejt imazhit. Alt përcakton një tekst alternativ për imazhin. Madhësia e imazhit, gjerësia dhe lartësia. Për të ndryshuar madhësinë origjinale të imazhit, madhësia e dëshiruar mund të definohet duke përdorur dy atribute: height, lartësia, dhe width, gjerësia, në piksel apo përqindje. Shënim, gjithmonë specifikoni gjerësinë dhe lartësinë e një imazhi. Nëse gjerësia dhe lartësia nuk specifikohen, faqja e webit mund të dridhet ndërsa ngarkohet imazhi. Gjithashtu, duhet t'i kushtohet vëmendje shtegu drejt imazhit, sepse nëse nuk është shkruar sakt, imazhi nuk do të shfaqet në shfletuesin e web. Imazhe në një folder tjetër. Shtegu shpjegim. Imazhi është në të njëjtin folder si dokumenti HTML i cili e thërret atë. Imazhi është në folderin që është brenda folderit, në të cilën ndodhet dokumenti HTML i cili e thërret atë. Sa brenda në? Në rastin ton një sepse kemi një vizë të pjertë. Imazhi është në folderin që është brenda folderit, në të cilën ndodhet dokumenti HTML i cili e thërret atë. Sa brenda në? Në rastin ton një sepse kemi një vizë të pjertë. Imazh është një folder jashtë, pastaj një brenda në krahasim me një dokument HTML i cili e thërret atë. Imazhi është jashtë mbi dy folder. Imazh është një folder jashtë mbi, pastaj një brenda në krahasim me një dokument HTML. Ushtrim, shtegu relativ i fotografive. Multimedia në HTML 4 dhe 5. Përdoret tagu embed. Ky tag mbështet formatet e zakonshme siç janë. Struktura bazë e tagut është: atributet e elementit embed. Eserce, vlera e tij është URL, shtegu relativ ose absolute deri në dokument multimedial. Type, lloji i përmbajtjes multimediale. Height and width, për disa lexues ky është një atribut i detyrueshëm i tagut embed. Për shembull, mungesa në lexuesin Netscape shkakton punë të paparashikuar. Nëse këto atribute përcaktojnë vlera më të mëdha se sa dimensionet e konsolës, hapësira gri shtohet në hapësirën shtesë. Atributet informal të elementit embed. Loop, vlera default e këtij atributi është false. Dokumenti ekzekutohet vetëm një herë. Nëse tërë, dokumenti kontinualisht do të ekzekutohet, ndryshe nëse është numri ai ekzekutohet numër herësh. Autostart, vlera default e ofruar apo nënkuptuar, truet të këtij atributi aktivizon failin posa sa është downloaduar. Controls, vlerat e mundshme të këtij atributi janë konsole dhe small konsole. Volume, vlera e këtij atributi është një numër ndërmjet 0 dhe 100. Një numër më i vogël përcakton një tingull më të qetë. Hidden, default vlera e këtij atributi është true dhe konsole është e fshehur. Align, vlerat e mundshme të këtij atributi janë left dhe right, space dhe vspace. Ngjashëm me tagun imag, këto atribute përdoren për të përcaktuar hapësirën horizontale ose vertikale në piksel rreth konsolës. Paralajmërim tag embed. Sugjerim tag embed. Për të shfaqur një fotografi është më mirë të përdorni tagun imag. Për të shfaqur HTML është më mirë të përdorni tagun iframe. Për të shfaqur video ose audio është më mirë të përdorni tagun video dhe audio. Elementet multimedial. Video përmban aplikim video, atributet janë:
Audio përmban aplikim audio, atributet janë. Source jepet lokacioni I fajlit I përmbajtjes multimediale, veçoritë janë. Madhësi të ndryshme për pajisje të ndryshme, type, formati mime. Elementi audio. Elementi HTML audio përdoret për të luajtur një fajl audio në një faqe interneti. Shembull. Elementi video. Tagu video përdoret për të vendosur përmbajtjen e videos në një dokument, të tillë si një movie clip ose video streams. Tagu video përmban një ose më shumë tagje source me burime të ndryshme video. Shfletuesi do të zgjedh burimin e parë që mbështet. Teksti midis tagjeve video dhe video do të shfaqet vetëm në shfletuesit që nuk mbështesin elementin video. Ekzistojnë 3 formate video të mbështetura në HTML, MP4, EBM dhe GG. Shembull elementi video. Tabelat HTML. Tabelat përcaktohen nëpërmjet tagut table. Tabelat ndahen në rreshta me tagun tër. Rreshtat e tabelave ndahen në tabela të dhëna nëpërmjet tagut tër. Rreshti në tabel mund të ndahet edhe në tituj tabelash nëpërmjet tagut tër. Shembull. Shembull, përdorimi tabelave në ndërtimin e web faqeve. Atributet e tagut table. Distancat në tabel. Self-spacing përcakton distancën midis secilës qeliza e tabelës, domethënë, paraqet trashësinë e vijës midis qelizave. Self-padding përcakton distancën midis përmbajtjes qelizat dhe skajeve të qelizës. Për të dy atributet, vlera jepet në piksel. Standardi HTML5 nuk mbështet atributet në kuadër tabelës, por gjithçka ka kaluar në CSS. Framet, kornizat, iframe. Elementi iframe përdoret për të lexuar një faqe në kuadër të një faqe tjetër. Mbështetet në HTML4, XHTML transicional dhe HTML5. Sintaks për shtimin e një elementi iframe, ku urlësh një rrëllë e një faqe veçantë. Atributet e kryesor janë: është adresa rrëllë e dokumentit HTML që do të shfaqet në zonën në tagun iframe, të vendosur në kornizë. Paraqet gjerësinë e elementit iframe. Paraqet lartësinë e elementit iframe. Specifikon emrin e kornizës që do të përdoret. Ekzistojnë disa atribute të tjera në standardin HTML5. Përdorimi I kornizave. Kur doni të keni në faqen tuaj përmbajtje të ndonjë faqe tjetër, atëherë duhet të përdoreni korniza. Nëse dëshironi të krijoni një link që përmbajtjen në kornizën e të definuar më parë ta ndroni dhe në të ta lexoni, ngarkojeni Google, atëherë duhet të përcaktohet kodi I më poshtëm. Pra, korniza duhet të ketë një emër nëse dëshironi ju ndryshoni përmbajtjen e saj. Shembull, elementi iframe. Shembull, atributi iframe. Formularët. Format në HTML përdoren për të mbledhur të dhëna nga përdoruesi. Këto janë elemente thelbësore për interaktivitetin në faqet e internetit, duke lejuar përdoruesit të fusin informacion si tekst, të zgjedhin opsione dhe të dërgojnë të dhëna në një server për përpunim. Elementi kryesor për krijimin e një formulari është tagu form. Brenda kësaj etikete, vendosen elemente të ndryshme të formularit që lejojnë lloje të ndryshme të inputit nga përdoruesi. Elementet më të zakonshme të formularëve. Input, ky është elementi më I gjithanshëm dhe përdoret për lloje të ndryshme të inputit, të përcaktuara nga atributi type. Disa nga llojet më të përdorura janë: tekst për një rresht të vetëm teksti, për shembull, emri, mbiemri.
Password për fjalkalime, karakteret e futura shfaqen si yje ose pika. Email, për adresa emaili, shfletuesi mund të validoj formatin e emailit. Number, për numra mund të ketë kontrole për rritje zvogëlim. Date, për zgjedhjen e një date. Radio, për të zgjedhur një opsion nga disa, vetëm një mund të zgjidhet në një grup me të njëjtin emër name. Checkbox, për të zgjedhur një ose më shumë opsione. Submit, krijon një buton për dërgimin e formularit. Label, përdoret për të etiketuar një element inputi. Klikimi mbi etiket fokuson elementin e lidhur të inputit, duke përdorur atributin for që përputhet me ide elementit të inputit. Tekstarja, përdoret për input teksti me shumë rreshta, për shembull, komente, mesazhe. Select krijon një listë zgjedhore drop-down. Opsionet brenda listës definohen me etiketat option. Buton, përdoret për të krijuar butona të klikueshëm. Mund të ketë lloje të ndryshme si submit, reset ose buton për veprime të personalizuara me JavaScript. Fjelset, përdoret për të grupuar elemente të lidhura brenda një formulari. Legend, përdoret për të dhënë një titull për një element fjelse. Brenda formularit është e mundur të përcaktohen atributet kryesore të tagut form. Aktion, specifikon urnën ku do të dërgohen të dhënat e formularit kur ai të dorëzohet. Method, specifikon metodën HTTP që do të përdoret për dërgimin e të dhënave. Vlerat më të zakonshme janë: GT, shton të dhënat e formularit në rrëllë. E përshtatshme për formular të thjeshtë si kërkimet, por jo për të dhëna sensitive. Post, dërgon të dhënat e formularit në trupin e kërkesës HTTP. Më e sigurt për të dhëna sensitive dhe sasi më të mëdha të dhënash. Name, i jep një emër formularit i cili mund të përdoret nga JavaScript. Target, specifikon ku të shfaqet përgjigjja pas dorëzimit të formularit, për shembull, self blank. Endstype, specifikon mënyrën e kodimit të dhënave kur përdoret metoda post. Vlera e zakonshme është aplikacion formu lencodet. Për ngarkimin e skedarve përdoret multipart form data. Atributet e përbashkëta të elementeve të inputit. Name, një emër unik për elementin e inputit. Ky emër përdoret për të identifikuar të dhënat në server pasi formulari të dërgohet. ID, një identifikues unik për elementin, shpesh përdoret nga label dhe JavaScript. Value, vlera fillestare e elementit të inputit. Për butonat, kjo është teksti që shfaqet në buton. Placeholder, një tekst sugjerues që shfaqet në fushën e inputit, kur ajo është bosh dhe zhduket kur përdoruesi fillon të shkruaj. Required, specifikon që fusha e inputit duhet të plotësohet para se formulari të dërgohet. Disabled, e bën elementin të papërdorshëm dhe të padërgueshëm. Read-only, e bën vlerën e elementit të palexueshme, por ajo dërgohet me formularin. Shënimi i elementeve të një forme, label element. Pranë çdo fushë në formular është e nevojshme të shënohet emri i saj dhe të hë label. Ky tekst i jep kuptim një fushë të caktuar dhe është e dëshirueshme të vendoset brenda elementit të label. Përveç pamjes, elementi i labelës duhet gjithashtu të lidhet në kod me elementin përkatës i fushës, për të lehtësuar përdorimin e formularit nga personat që përdorin lexues ekrani, në mënyrë që lexuesi të mund të lexojë etiketën e saktë të fushës. Kjo lidhje arrihet duke vendosur atributin for në elementin e labelës me të njëjtën vlerë si atributi id në elementin përkatës input, ose element tjetër i formës. Fusha tekst. Përdoret për të futur informacione tekstuale që më vonë dërgohen në server, të tilla si emri, mbiemri, adresa e vendbanimit. Shkruhen duke përdorur tagun input me kusht që përdor atributin type me një vlerë të përcaktuar tekst. Forma themelore e këtij elementi është atributet për fushën e tekstit HTML4. Me ndihmën e atributit valuet definohet teksti fillestar i cili do të paraqitet në fushën tekst. Me ndihmën e atributit size jepet madhësia e fushës tekst në karakter, ndërsa max length është numri maksimal i karaktereve të cilat mund të futen në kuadër të këtij elementi nga ana e përdoruesit. Vlera e atributit name definohet emrin e elementit, përmes së cilit elementi i aplikacionit tjetër, JavaScript, pjesa serverike e aplikacionit, mund ta lexon ose ta ndryshojë vlerën e dhënë në kuadër të fushës së tekstit. Nëse dëshirohet të maskohet teksti të cilën përdoruesi e fut në fushën tekst vlera text, duhet të përdor vlerën typet password. Atributi placeholder. Teksti që i tregon përdoruesit se çfarë të fut në kutinë e tekstit. Ky tekst shfaqet vetëm derisa të futen disa vlera në fusha. Vlefshmëria e të dhënave të futura në formular atributi required. Atribut që kërkon që një tekst të futet në fushë përpara se formulari të dërgohet në server. Vendosja fjalkalimit në fushën tekst. Nëse dëshironi të maskoni tekstin që përdoruesi fut në fushën e tekstit në vend të vlerës tekst, duhet të përdoret vlera password. Pamja e fushës do të jetë e njëjtë me atë të një teksti të thjeshtë, por secili karakter i futur do të shfaqet në formën e yllit. Vetë lexuesi i ruan karakteret e futura dhe pjesën tjetër të aplikacionit teksti i përdoruesit dorëzohet jo përmes simboleve të yllit. Butonat komandues. Ekzistojnë disa lloje të butonave me funksione të ndryshme. Të gjithë llojet kanë një tag të përbashkët input brenda të cilit përmes type përcaktohet funksioni. Vlerat më të përdorura të type janë: buton, një buton i thjesht komandues.
Submit, butoni i konfirmimit të formularit. Reset, butonin për të anuluar formularin. Butonat, pullat apo tastet. Tag, buton, përcakton një buton të klikueshëm. Brenda një elementi buton, ju mund të vendosni tekst dhe tag si. Kjo nuk është e mundur me një buton të krijuar me elementin input. Këshill, gjithmonë specifikoni atributin e type për një element buton, për të treguar shfletuesit se çfarë lloji të butonit është. Fusha tekst për dërgim dhe fshirje të formularit. Tagu, input në fond të butonave, pullave, përmes së cilit të dhënat dërgohen në server dhe ka atributin type submit. Vlera e atributit value është e shkruar në pull buton. Tag input pulla, e cila vendos vlerën e elementit të formës në vlerë e paradefinuar ka atribut type reset. Vlera e atributit value është e shkruar në pull. Butonat submit dhe reset. Vlerat e atributeve të butonave mund të jenë submit dhe reset. Kur është atributi type submit, përmes butonit të dhënat dërgohen në server. Kur është atribut type reset, përmes butonit të dhënat resetohen në vlerën e predefinuar. Formularët për zgjedhje të një opsioni. Radio, formulari definohet me përdorimin e tagut input dhe i atributit të tij type radio. Ka të njëjta atribute si dhe formulari për përzgjedhje të shumë opsioneve. Shembull i një formulari të thjesht HTML. Ky shembull tregon një formular kontakti bazik me fusha për emrin, emailin, mesazhin, një listë zgjedhore për departamentin, një kuti zgjedhjeje për pranimin e termave, butona radio për mënyrën e kontaktit dhe butona për dërgimin dhe rivendosjen e formularit. Kur përdoruesi klikon butonin dërgo, të dhënat e formularit do të dërgohen te skriptiv dërgo mesazhin në server duke përdorur metodën post. Semantika HTML5. Elementet semantike në HTML5 janë tage që ofrojnë kuptim semantik për përmbajtjen që përmbajnë duke shpjeguar natyrën e informacionit jo vetëm shfletuesit, por edhe motorëve të kërkimit dhe teknologjive ndihmëse si lexuesit e ekranit. Ndryshe nga etiketat jo semantike si div dhe span, të cilat shërbejnë vetëm si kontejner, pa dhënë informacion mbi llojin e përmbajtjes, elementet semantike bëjnë kodin tuaj më të kuptueshëm dhe të aksesueshëm. Shembuj të elementeve semantike. Shembuj të elementeve semantike. Header, për përmbajtjen hyrëse ose navigacionin e një seksioni. Nav, për lidhjet kryesore të navigacionit. Main, për përmbajtjen kryesore dhe unike të dokumentit. Artikle, për një përmbajtje të pavarur dhe të shpërndar si një postim në blog. Sektion, për një seksion tematik të dokumentit. Aside, për përmbajtje anësore si një shirit anësor ose reklama. Footer, për fundin e një seksioni ose të faqes, zakonisht me informacione të drejta autori, kontakte e tjerë. Elementet e paraqitjes, layout HTML. Tag header. Elementi header paraqet një kontejner për përmbajtje hyrëse ose bashkësi linqeve navigimi. Më së shpeshti përmban një apo më shumë tituj, H1, H6, logo ose ikon, informacion për autorsinë. Shënim. Ju mund të keni disa elemente header në një dokument HTML. Megjithatë, header nuk mund të vendoset brenda një elementi footer, adres ose një element tjetër header. Tagu footer. Tagu footer definon fundin e dokumentit apo seksionit. Më së shpeshti përmban informacion mbi autorin, informacion copyright, informacione kontaktues, mapën e sajtit, linqe për kthim në krye të dokumentit ose dokumente përkatëse. Seksionet HTML. Tagu seksion përcakton seksione në dokument si kapituit, ballinat dhe fundet, headers dhe footers, ose çdo seksion tjetër të dokumentit. Titulli i figures, tag figkaption. Tagu figkaption përcakton një emër ose legjend për një element figure. Elementi figkaption mund të vendoset si fëmia i parë ose i fundit i elementit figure.